Përshëndetje! Nëse dhe ju keni menduar që të ndërtoni një regjim ushqimor të mirë, sot po ju tregoj se si është një ditë e imja nga mëngjesi deri në darkë. Ju ftoj ta ndiqni videon deri në fund me mua. Një mëngjes i shëndetshëm është themeli i një dite të mirë dhe të balancuar. Unë kam zgjedhur të konsumoj këtë mëngjes bukë integrale të zezë të thekur pak, një kokërvez, një fet prosciutto pule, spec të kuq, disa kokra ulli, domatinja dhe avokado. Është shumë i shëndetshëm dhe të mban të ngopur për disa orë. Frutat mes vakteve apo gjatë vakteve? Shumë njerëz e bëjnë këtë pyetje. Dietologët këshillojnë që frutat të konsumohen mes vakteve. Por dietologja ime tek spitali më ka rekomanduar që mes vakteve të mos konsumoj asgjë. Për shembull, nga mëngjesi në drekë dhe nga dreka në darkë të mos konsumoj gjë mes vakteve. Nëse dëshiroj që të konsumoj një frut, mund ta ha direkt pas vaktit. Se sa e vërtetë është kjo, ne nuk e dim. E rëndësishme është që organizmi jonë të jetë në rregull me tretjen, sepse organizmi ndryshon nga një trup në tjetrin. Kështu që konsultohuni me dietologun tuaj. Dreka nuk është një opsion, por baza e energjisë për gjithë ditën. Sot kam zgjedhur këto perime: një spec të kuq, një patlıcan, një kungull jeshil dhe një karotë. Një kombinim i thjeshtë, por një bombë e plot vitaminash, mineralesh dhe fibrash për trupin. Këto perime ndihmojnë trupin të funksionojë më mirë, mbështesin tretjen, forcojnë imunitetin dhe i japin energji natyrale pa e rënduar organizmin. Ja dhe incidenti nga mprefja e thikës. Të gjitha perimet i preva në feta të trasha siç e pat, i hodha në një tavë me letër kuzhine, po shtoj rigon, hudhër pluhur, piper të zi, bëni kujdes nga këto erëzat mikse, sepse nuk janë vetëm erëza, por në fakt kanë edhe kripë në përbërje dhe nuk janë të gjitha njësoj. Disa kanë më shumë, disa kanë më pak, varet nga prodhuesi. Nuk po them të mos i përdorni, por përdoreni në masë dhe lexoni gjithmonë etiketën nga mbrapa. Ju hedh pak vaj ulliri dhe do t'i përzijej me dorë që të gjitha perimet të marrin erëzat dhe vajin e ullirit. Tava me perime tani është gati ta fus në furrën për 20 minuta në 250 gradë. Ndërkohë do përgatis fileton e pulës. E marinoj me erëza, piper të zi, hudhër pluhur, rigon, pak pluhur speci ose piper të kuq, sepse i jep goxha shije, mua më pëlqen. Do t'i hedh pak kurkuma, sepse është e shëndetshme, dhe në fund pak vaj ulliri. Do t'i përzijej të gjitha me dorë dhe do t'i lej që të marinohen për disa minuta. Pasi kam pushuar pak, do vendos një tigan në zjarr të nxehet, nuk do edh vaj sepse ja hodha filetos, dhe do i vendos që të piqen. I kthejmë nga krau tjetër, kanë marrë një pjekje shumë të mirë dhe siç e shikoni në tigan nuk ka fare vaj. Perimet tani janë gati, i kam nxjerr nga furra të ftohen pak. Dreka tani është gati ta servir në një pjatë të plot. Sipër perimeve të pjekura do shtoj vetëm pak djathë të bardhë. Do ju shtoj dhe limon nga sipër, më shumë filetove. Mbi perimet do shtoj aceto balsamik, sepse ju jep një shije fantastike. Dhe në fund do ju hedh sipër majdanos të freskët. Kjo është një drekë shumë e shëndetshme. Vaktet e shëndetshme kanë nevojë edhe për hidratim të mirë.
Kështu që mos harroni të konsumoni ujë në sasinë që ju ka rekomanduar mjeku juaj. Darka është e lehtë, por thelbësore për rikuperimin e trupit gjatë natës. Kastraveca trushi do t'i le pak në ujë që t'u dali kripa. Të gjithë ingredientët i kam prerë në kuba të vegjël për të përgatitur një sallatë të lehtë dhe të shëndetshme. Toni të peshkut, unë ja derdh gjithmonë lëngun ose vajin që përmban. Të gjitha dim që toni i peshkut ka shumë kripë në vetvete, kështu që unë kam filluar të përdor këtë metodën ta shplaj me ujë të ftohtë për t'ia larguar sadopak kripën që mban. I kam hedhur në një tas të gjithë përbërësit, hedh si për gjysmën e tonit të peshkut, jo të gjithë, sepse bëhet i rëndë. Shtoj si për sallatës vetëm pak vaj ulliri dhe shumë limon dhe kaq mjafton. I përzijej mirë të gjithë përbërësit dhe ja ku kemi një sallatë shumë të shëndetshme dhe të lehtë për të konsumuar në darkë. Kjo ishte një nga ditët e mia të zakonshme në regjimin ushqimor. Shpresoj që t'ju kem ndihmuar sadopak me këto receta. Faleminderit që qëndruat me mua deri në fund. Mos harroni të bëni like, lini koment dhe abonohuni në kanal nëse jeni të rinj. Shihemi në video të tjera. Mirupafshim!